Njësitë zjarfikse komunale punojnë me gjysmën e kapaciteteve të nevojshme. Nuk ka qendra për stërvitje për kuadrot e reja, punohet me automjete nga vitet e 40 dhe zjarfiksit nuk kanë çizme e as rroba pune adekuate. Во моментов имаме околу 400 нешто помалку. Për momentin kemi më pak se 400 zjarfikës në të gjithë njësitë të zjarfikësve. Edhe pse sipas ligjit numri duhet të jetë më shumë se 800, sepse në ligj thuhet se në secilin 1500 banor duhet të ketë një zjarfikës. Në shtet nuk ekziston qendër trajnuese për stërvitje për kuadrot e reja të zjarfikësve, e as për më të vjetrit. Problemi i tretë me të cilin përballemi janë automjetet. Në njësitë tonë të zjarfikësve kanë automjete nga vitet e 40-ta, të 50-ta, diçka që ka mbetur nga sistemi i vjetër, të cilat i përmirësojnë dhe mundohen me to të bëjnë sa më shumë punë. Nga Ministria e Ekonomisë thonë se me planin operativ të këtij viti është parashikuar angazhimi i 400 personave të papunë, të cilët gjatë sezonit të verës do të jenë në dispozicion të njësive komunale të zjarfikësve. Sa i përket sigurisë nga zjarret nëpër objekte nga ky dikaster, paralajmëruan ndryshime ligjore që do të jenë më rigoroze në pjesën e kontrolleve dhe atë të dhënies së lejeve. Para së gjithash, koordinimi më i madh i institucioneve kompetente para dhënies së lejeve dhe kontrolleve më të rregullta. Dhe atje ku do të konstatohen lëshimet e caktuara, do të parashihet mbyllje e objekteve. Kjo vite me radhë nuk është respektuar, prandaj kemi ardhur në këtë situatë. Nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim thonë se në koordinim me inspektorate të shumta në vend gjatë kontrolleve nëpër objekte janë konstatuar lëshime të shumta. Janë konstatuar shumë parregullsi nëpër objektet nëpër shtet dhe në pajtueshmëri me ligjet, janë dhënë sanksionet e duhura, dikun ka ndalesa për punë. Dokumentu u tha në konferencën për mbrojtjen e objekteve nga zjarrit organizuar nga Instituti për Standardizim i Maqedonisë së Veriut.